Bashkia e Imarës ka vijuar me ritme të larta programin e investimeve në zonat rurale, duke vënë në qendër përmirësimin e infrastrukturës rrugore, që është jetike për lëvizjen e banorëve, zhvillimin ekonomik dhe nxitjen e turizmit lokal. Një ndër projektet më të rëndësishme të kësaj periudhe ka qenë rikonstruksioni rrugës lidhëse të fshatit Tërbaç me rrugën nacionale, një aks i cili ka pasur prej vitesh nevojë emergjente për ndërhyrje. Punimet me afat 12 mujor kanë përfunduar brenda kohës së parashikuar, duke sjellë transformimin e plotë të infrastrukturës rrugore në këtë zonë të thellë rurale. Rruga është asfaltuar e gjitha deri tek Pallati i Kulturës në Tërbaç, duke bërë lëvizjen më të sigurt, më të shpejtë dhe më komode, si për banorët ashtu edhe për vizitorët. Rikonstruksioni ka përfshirë jo vetëm shtrimin e asfaltit në të gjithë gjatësinë, por edhe punime të zgjeruara në infrastrukturën mbështetëse, ndërtimin e kanaleve kulluese, vendosjen e sistemit ujrave të bardha, rehabilitimin e mureve mbajtëse dhe përmirësimin e strukturës së bazamentit të rrugës. Këto ndërhyrje synojnë të garantojnë qëndrueshmëri afatgjatë, të minimizojnë problemet e erozionit dhe të përballojnë më mirë kushtet atmosferike të vështira që karakterizojnë këto zona malore. Aktualisht kanë mbetur për të realizuar vetëm disa element të fundit, kryesisht të lidhur me sinjalistikën horizontale dhe vertikale, të cilat do të plotësohen me ritme të shpejta për të siguruar standarde të plota të sigurisë rrugore. Investimet të tilla janë pjesë e një plani më të gjerë për të sjellë zhvillim të qëndrueshëm në fshatrat e njësisë së saj territoriale, me fokus të veçantë zonat përgjatë lumit të Vlorës, të cilat prej vitesh janë përballur me vështirësi infrastrukturore, kryesisht në zonat e thella. Projekti Tërbaçit shihet si një hap i rëndësishëm drejt përmirësimit të aksesit në rritjen e mundësive për zhvillimin e bujqësisë, blegtorisë, por edhe turizmit natyror dhe kulturor, që përbëjnë potencialin kryesor ekonomik të zonës. Banorët e Tërbaçit kanë pritur me entuziazëm përfundimin e punimeve, duke konsideruar rrugën e re një ndryshim të madh në përditshmërinë e tyre. Për shumë familje kjo nënkupton lehtësim të udhëtimeve për furnizime, shërbime shëndetësore, arsim dhe transport të prodhimeve bujqësore drejt tregjeve. Bashkia e Imarës bën të ditur se ky projekt nuk është i fundit në këtë zonë dhe se shumë investime të tjera në infrastrukturë do të nisin së shpejti, duke vazhduar kështu transformimin gradual të fshatrave dhe duke krijuar kushte më të mira jetese për të gjithë banorët.